Përshëndetje miq, mirë se erdhët dhe sot në Të jetosh besimin. Sot do flas për komunikimin që ndërton. Bibla thot, fjala juaj të jetë gjithnjë me hir. Tregohet një histori, historia e poetes, aktivistes, shkrimtares së famshme me emrin Maya Angelou. Ajo kishte kuptuar fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës. Maya nuk ndërtoi komunikimin e saj me zë të lartë apo me fjalë agresive, por me fjalë që shëronte, ndërtonte dhe u jepte të tjerëve vlerë dhe dinjitet. Maya thoshte, njerëzit mund të harrojnë çfarë ke thënë, mund të harrojnë çfarë ke bërë, por kur nuk do të harrojnë si i ke bërë ata të ndihen. Ky është thelbi i komunikimit me hir. Nuk është thjesht çfarë ne themi, por si e bëjmë tjetrin të ndihet ndërsa flasim, ndërsa sillemi. Në familje komunikimi nuk është vetëm shkëmbim fjalësh, por krijimi i atmosferës, ose një atmosferë sigurie, ose nga ana tjetër frikë, ose shërim, ose plag. Një familje mund të flasë shumë dhe prapë të mos komunikojë, por kur fjalët mbushen me hir, edhe heshtja bëhet shëruese. Më lejoni t'ju them disa të vërteta. Së pari, dëgjimi është akt dashurie. Të dëgjosh do thotë t'i japësh tjetrit hapësirë për të ekzistuar. Simon Veili do të shkruante, vëmendja e pastër është forma më e rrallë dhe më e pastër e bujarisë. Kur dëgjojmë pa ndërprerë tjetrin, pa gjykuar dhe pa përgatitur përgjigjen tonë ndërkohë, ne japim dashuri konkrete. Në familje shumë plag lindin sepse njerëzit ndihen të padëgjuar, të pavlerësuar e natyrisht të pakuptuar. Së dyti, toni në zërin tonë është po aq i rëndësishëm sa përmbajtja e fjalëve që themi. Këtë e kam kuptuar prej 30 e kusur vitesh në martesën time. E njëjta e vërtetë e thënë pa hir bëhet një armë e ashpër. Aristoteli do thoshte urtësia nuk qëndron vetëm në atë që thuhet, por në mënyrën se si e themi. Maya Angelou fliste me qetësi dhe dinjitet, edhe për temat më të dhimbshme të jetës. Toni i saj i butë e bënte mesazhin të ishte i fortë dhe i pranueshëm. Edhe në familje një zë i ulët, i butë, shpesh ka më shumë autoritet se sa një zë i lartë. Së treti, komunikimi i shëndetshëm kërkon qëllim. Fjalët ose ndërtojnë ose shkërmoqin, nuk ka neutralitet mes tyre. Martin Buberi do të shkruante, çdo dialog i vërtet është ndërtim i një marrëdhënie. Komunikimi nuk duhet të jetë shkarkim emocionesh, por akt i vetëdijshëm ndërtimi. Pyetja që shtrojmë është kjo: apo flas për lehtësuar veten, apo për të ndërtuar tjetrin? A mund bëjmë një pyetje sot? A dëgjoj për të komunikuar, apo vetëm për të mbrojtur? A i bëjnë fjalët e mia njerëzit të ndihen të sigurt, apo të kërcënuar? A flas me hir edhe kur jam i lodhur ose i lënduar? Më lejoni të ndaj me ju disa hapa praktik. Përpara se të flasësh, pyet veten: a do të ndërtoj kjo fjali që unë po them? Dëgjo pa ndërprerë edhe kur mendon se ti e di përgjigjen. Zëvendëso kritikat me pyetjen: si po ndihesh, në vend që të thuash pse je gjithmonë kështu. Përdor fjalë që shërojnë. Të kuptoj, më fal, faleminderit që ndave këtë të vërtet me mua. Siç thoshte edhe Maya Angelou, njerëzit do të mbajnë mend gjithmonë se si ke bërë ata të ndihen, jo se çfarë u ke thënë. Në familje kjo është trashëgimni reale dhe e fortë. Le t'i lutemi Zotit së bashku. Zoti dashur, më mëso të flas me hir, të jemi butë, të dëgjoj për një zemre të hapur. Më ndihmo që fjalët e mia të mos jenë barr, por bekim, jo gjykim i rënd, por inkurajim dhe nxitje. Bëj buzët e mia të jenë burim paqe dhe zërin tim instrument ndërtimi në familjen time. Zot, bekoj familjet tona, fëmijët tanë, marrëdhëniet në familje, në emrin e Jezusit Zotit. Amen. Kështu miq, qofshi bekim sot për njerëzit që ju rrethojnë. Mezi pres t'ju takoj sërish nesër.